Po, mbështetja është votë. S'keni letra aty? Sa bukur t'ishet I kam në çantë. Qo e mund, po patjetër. Po sa e bukur. I kam në çantë. Qo po patjetër. Wow. Po patjetër kjo është. O, Erisa. Mama Erisa. Po i ke treguar ndonjëherë ti këto? Ja, nuk e kam treguar asnjëherë. Falenderoj shumë. Asnjëherë. Po për mua do t'i tregoje ti këto? Po patjetër. Vetëm emrat s'po i tregoj. Jo, emrat mos i tregoj, s'ka nevojë. Por ja po t'i jap. Një letër, Ja. Ja, kjo është me zarf, ë? Po, me zarf edhe me emër. Ja, thjesht se nuk do ta hap, po më japësh një. Po, patjetër. Po. Ora. Nuk do t'i tregoj emrat. Ja, dhe këtu është shkruar për Erisa Xhixhën. Për Erisa Xhixhën. Domethënë, kjo është letra, regjia, domethënë me zarf, unë e shikoj emrin, po për etik nuk po e tregoj emrin, dhe për të qenë korrekt edhe me Erisën dhe me zotin Meta, dhe këtu është letra me përmbajtjen që zonja Xhixho tregoi pak a shumë që është i njëjti tekst pothuajse. Varet në kontekste të ndryshme, sepse varet i kujton familjen. Për shembull, kisha një rast nga Kuksi. Varet nga rrethanat që ai ka. Nga rrethanat, për një familje nga Kuksi, kujtonte aeroportin e Kuksit, apo ngjarje të cilat e lidhin me atë komunitet, apo me komunitetin e Skraparit, apo... Prit, se do të shkresën atë. Tani, ti e di që sa qef e kam unë historinë dhe arkivin. Ajo letër mbas 100 vjetëve do vlej shumë. Do të lutesha një nga ato letra do marruash të më japësh më kur t'i adresosh personit, i thotë do t'i jap një arkivisti, do t'i thosh. Lere një gazetar, një arkivisti. Dhe unë do ta ruaj në arkivin tim atë letra origjinale. Patjetër. Është një moment. E di çfarë më kanë thënë këtë që më thua ti, ma kanë thënë qytetarët që unë ja kam dhënë, dashamirësit, që unë do ta vën kornizë, që unë do ta ruaj për gjithë jetën. Kam parë burra që emocionohen dhe përloten para asaj letre. Unë kornizën do ta vë, po do ta arkivoj. Ti arkivoje, unë po të them ndjeshmëritë që ka krijuar ky komunikim i veçantë. Tani mund më japësh edhe ta tregoj kështu si tufun. Si tuf. Ja, më shtyje, s'ka problem. Do të thënë, kjo është tufa e letrave që Ilir Meta ka dërguar nga qelia në burgun 313, mos gaboj. Po, nga izolimi politik. Tani izolimi politik e thotë se do të pyesë për atë. Do të thënë, këto janë letrat që Ilir Meta i ka dërguar nga qelia. Do të thënë gjithë dhe për të qenë vetëm për paradita. Si për paradite? Vetëm paraditën kam këtë detyrë të shpërndaj. Pastaj ke filluar postiere. Po tani çfarë do bëjmë në kushte regjimi jemi? Do të thënë gjitha këto i shpërndan ti shkon një nga një. Tek për tek dhe marr përshtypjet e tyre dhe raportoj. Këtë tani do doja unë që si është reagimi? Reagimi është jashtëzakonshëm. Domethënë nëse një person dashamirës i president do bënte një vot, vetëm nga dashamirësia e tij, në moment që ai merr letrën, ai vihet në lëvizje për të bërë 10, 50, 100 vota dhe që unë t'ia përçoj presidentit këtë gjë. Tani, ai ka pasur marrëdhënie personale me këta dhe i ka njohur direkt. Por ka pasur, mund të ketë pasur aty dhe bashkëpunime, ka një personalitet, një emër i njohur, se me ata që pashun aty s'ka pa ndonjë emër të njohur, nuk njeh dikë. A ka ndonjë personalitet që ai ka dërguar letër dhe i kërkon votën? Po nuk mund ta them, ka shumë personalitete. Unë jam dëshmitare që i ka çuar shumë personalitete, edhe persona, kur them unë, socialist Qinkaraq. Jo vetëm mbështetësit të LSI-s dhe aty që i quajmë zona gri, po edhe socialist? Edhe socialist, të cilët ai ka bashkëpunuar, të cilët ai ruan një respekt dhe që janë socialist, nuk janë rilindas. Padyshim në shkon mendja që zoti Meta ka quar letër presidentit Mejdani. Nuk e di këtë informacion, por nuk... Se ka rënë ty kjo? Mua nuk më ka rënë. Nuk të ka rënë. Do të ketë rënë... Kush shpërndan letra? Tedi Blushi? Tedi, po edhe persona të besueshëm që ai ka besim dhe që e di që i shkojnë letra dhe sigurohet që letra ka shkuar. Tani me 6.000 letra, do dhe një llogarit të thjesht, herë 2 vota po njërë, po familja them. 5 deri në 10. 5 deri në 10? Po të tjerët mund bëjnë 100. Ka persona që bëjnë 100 që ma thanë dje mua, për shembull. Thuaj presidentit që do të bëjnë 100 vota. Ose dhe më shumë. Do dhe vetë me 5 del 30.000. Sa vota i duhen Ilir Metës për të bërë deputet? 30.000. I duhen? 30.000. 30.000. Unë po themi objeksionin tonë. Do me thë projekcionin tonë. Sa i duhet për të bërë deputet?
Objektivi është 30.000, 40.000 vota do. Ky është objektivi, po jo, me kalkulime, sa duhet për që Ilir Meta dalë deputet? Tani kalkulimin nuk e di, nuk e përcaktoj dot, sepse duhet të marrësh më shumë vota nga lista e kalkulimet që kam parë nga analistët në për televizione në këto shifra, por ki parasysh që është një garë të lista e hapur, qoftë edhe një vot mund të kaloj dikush tjetër. Që kështu padyshim që mobilizimi është shumë i madh dhe ai ka kërkuar. Por kjo është vetëm një, 30.000 deri në 40.000, domethënë 40.000 vota tek emri i tij. Erisa, të bëj një pyetje kështu të drejtë për te. Je bindur që Ilir Meta do bëhet deputet? Më i votuari në qarkun e Tiranës. Tani, me këtë do jetë më i votuari, tani të ulemi çik në tokë një herë, do të mos fluturojmë. Pse? Shiko tani. Nuk po fluturoj, Jo, mos fluturojmë më, se po bëjmë bisedë. Tani, me këtë do kaloj Ilir Meta, Ilir Ali Mehmetin, Dhurata Çupin, Edi Tarxhin, Shpëtimi Drizin, Adriana Kalan, Digjerisën, unë e shoh Myslim Urrizin, po them këta më të rëndësishme. Jorida Tabakun apo Ilda Zhulali? Unë mendoj që sepse rezulton, më fal, për ta shpjeguar, nëse ne kemi zgjedhje të marrin të mirëqen rezultatin e vitit 2021, që nuk është rezultat i keq, Partia Demokratike ka marrë 15 mandate në Tiranë. Që do të thotë minus 12, ngelen 3, nga këto 3 një është grua, mbeten 2. Pra, Ilir Meta duhet të jetë një nga 2 burrat meshkujt më të votuar në qarkun e Tiranës. Po nuk do marrë 15 deputet. Kush? Koalicionin Tiranë. Sa do marrë? 20 minimalisht. Po ti thua edhe 30 për punë. Jo, unë them 20 sepse po patjetër do t'i marrë sepse nuk ka asnjë arsye që qytetarët e Tiranës votojnë rilindjen që i vodhi me 5D, me incinerator, me kryetar bashkie të cilët kanë vjedhur taksat e qytetarëve të Tiranës, që shëmbi teatrin duke rënuar historinë dhe trashëgiminë kulturore, që kështu jo vetëm kjo, jo nuk është fjalim, është realitet. Unë e has tek qytetarët të gjithë revoltën e qytetarët e gabuar. Jo, qytetarë si të gjithë. Ke takuar ata të LSI-s, të Partisë Lirisë. Jo, kam takuar qytetarë të zgënjur dhe të revoltuar nga ky regjim. Duhet të jetë një nga 2 zotërinjt më të votuar të listës së hapur. Tani, që është shumë e vështirë më. Roland, ne na intereson së pari numri 1. Pra porosia e zotit Meta, numri 1 që është koalicioni për Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Gjithë investimi janë dhe gjithë shqetësimi është absolutisht numri 1. Fletën e votimit, se ajo e përcaktuar. Po, do me thënë numri 1 koalicioni i Aleancës për Shqipërinë Madhështore është një nga angazhimet tona më të mëdha dhe padyshim kontributi jon që është tek zoti Meta. Pra çdo vot e zoti Meta është një kontribut padyshim i tij në tani këtu frenojmë këtu me frenadore se të dy drejtorë makinë. Nuk e shoh si unë e shoh konkurrencë pozitive. Unë uroj sa më shumë vota të marrin kandidatët. Konkurrencë pozitive mo. Aty po bëhet mami. Të mos jenë me njëri tjetrin. Ne nuk e kemi këtë se ne jemi shumë të qartë. Jo, ju jeni fokusuar në Ilir Meta, po jeni në koalicion, Elisa? Patjetër, është një konkurrencë pozitive që i shërben numrit 1, këtë po flas. Pra të gjithë këto impenjime dhe angazhime të kandidatëve i shërben numrit 1. Tani kam një pyetje, kjo është shumë e rëndësishme. Kam një pyetje teknike. Po. Si do ta gjeni me Ilir Metës në këtë? Se kur pyeta Ilda Zhulalin, o Ilda, ku ta gjemi tënd? Jo, Ilda tha kështu, e shikon atë është në fund. Atë stemën atje tha, në cep të stemën sa jam unë, tha. Po mirë, tha, bata tjerë. Si do e gjesh Ilir Metën aty? Do po themi një burri më shuar, zonjë më shuar, zotëri më shuar. Do rri një orë atje të gjej emrin e Ilir Metës? Tani, ne po i sqarojmë dhe kemi krijuar dhe kemi shumë fishuar fletushka që sqarojnë mënyrën e votimit për presidentin Meta. Pra, listën... 6.000 letrave vini dhe në i fletushkë. Po, patjetër edhe t'i orientojmë, sepse zoti Meta është në listën e numrit 1 dhe është i vetmi që e ka emrin Ilir Meta. Që kështu është... Si është i vetmi që ka Ilir Meta? O s'ka njeri tjetër me këtë emër, që kështu në momentin që thua njëshin dhe Ilir Metën, të gjithë e gjenë shumë thjesht. Se mund kishe 2 Ilir Meta e kishe fjallën ti. Po, këtë po them pra që i vetmi është ai, s'ka tjetër. Dhe është në rreshtin e parë. Dhe është e thjesht. Rreshti i parë... Mirë, mund t'ishe dhe në rreshtin e 11, nuk ka lidhja jo. Njëshi, na ka
Ka domethënie që ka rënjishe. Ajo ka qenë me short? Me short, po fati, ç'është fati. Megjithatë, shikoj që në fushat, ju keni një favor që të gjithë jeni fokusuar te një emër, te Ilir Meta, se ti je sigurt ti. Ka thënë deputet. Unë jam listë hapur. Mos u shtypi makina, janë deputetë. Jo, jam listë hapur. Unë Tedi Blushi gjithë jemi listë hapur. Ti je listë mbyllur, si listë hapur? Po, është do t'i Meta listë hapur, jemi gjithë listë hapur. Po Erisa ti je deputete, më unë po flas me deputeten e re, domethënë të po të kuptoj, po të them ti je shef juridikisht, unë e shoh në mënyrë elektorale.